unë e thashë në hyrjet e emisionit, edhe unë vetë nuk ose ju njoh. Dhe mund të kemi gjykuar, sepse nuk, do të thënë kjo funksionon kjo. Tani unë shfrytëzoj rastin të them, ore, kush jeni ju? Do të është një pyetje pak, do të thënë absurde, por me statusin që keni tani, ju fitua zgjedhjet në Imar, pavarësisht çfarë ndodhi, do të thënë me procesin gjyqësor, por sot ju jeni eurodeputet. A mund të thoni kush jeni, ku keni lindur, do të thënë cila është origjina juaj, sepse këto ju nuk e merrni me mend, po e di sa diskutohen dhe debatohen madje në rreth e në qarqe ndryshme në Shqipëri. Dua të falenderoj për pyetjen e parë. Punës një njeri publik siç jam unë, kur do dhe përdel dhe kërkon votën e popullit dhe kur shpreh mendime, duhet të jetë i hapur për çdo lloj kritike. Pra unë nuk mund të qortoj njeriu që të më ngelet hatri, por çdo kritikë që bëhet vetëm të jetë e vërtetë. Domethënë të bazohet në fakte dhe në gjëra të vërteta. Unë kam lindur në Imar 1972, kështu që Radio Tiliria i mbaj më shumë mirë. Në Imar dëgjonim dhe ne. Ku ke lindur në Imar? Në Imar, kam lindur në Imar. 72 kam lindur në Imar dhe gjimnazin. Po? Kam mbaruar vitin 90, sa për mbarova gjimnazin, i ka për në Greki, isha emigrant, ku kam punuar të gjitha punën. Hidraulik, ndërtim, kamarier. Ja, më fal pak, më fal që të ndërpres, se ti marrin çik me radhë, se do të pyesë për pjesën e Greqisë. Domethënë nga viti 1972 që lindë deri në 90 të jetuar në Imar. Vetëm në Imar. Vetëm në Imar. Tani, Beleri mbi emri yt, nga është origjina? Çfarë janë Belerit? Fisi im, siç të më të vjetrit, ka ardhur 400-500 vjet para ati. Jemi origjinën e erët e kemi nga fshati Progonati, sot është Pelen. Origjina është nga Progonati të Pelenës? Po, ne jemi fis barinj, stërgjyshim, stërgjyshi, babaim, të gjithë ka qenë barinj. Edhe duhet të dini që me ato fshatra akoma kemi një miqësi 400 vjeçare, sepse në Bear ata kopet e tyre shihnin, ne në Bear kopet tona i quenim në malet e Petrovicës në Kuzman Progonat, dhe ata i sjellin në Imar në dimër, që është koha më e butë. Domethënë origjina ju është nga Progonati? Më falni? Origjina ju është nga Progonati? Po, sigurisht. Ju jeni lab? Unë jam nga Progonati, kur familja ime ishte në Progonat, zoti ka foku. Po? Në Progonat kisha ishin të gjithë ortodoks dhe ortodoks. Dhe flisin grekisht. Po, tani nuk e di. Kjo lidhja me Greqin kush ishte? Progonati atëre, Progonati me sa u kam dëgjuar, kemi pak njohuri të gjuhës greke. Progonat në grekisht ka një kuptim, në shqip çfarë do të thënë? Çfarë do të thënë? Nuk e di. Në grekisht Progonat do të thënë tokë të parëve. Progoni. Në shqip çfarë do të thënë Progonat? Nuk do t'i futem kësaj bizete, unë nuk jam i kompleksuar. Edhe po të isha me origjinë shqiptare, do ndjeja të njëjtën krenarik që ndjem të tani. Njeriu ndihet, edhe mos dëgjoni prallat që thonë për media që i ka blerë Greku i Mariotët. Në cilën periudhë historisë i Mariotët nga blerë dhe nga shqipër dhe nga kush? Kush janë ata që ka blerë? Se them këto që Greku ka blerë Mariotët, ase kam thënë ase them asnjëherë. Shpeca i Mariotëve që ju në përmendje ato i thoni të shirtur dhe që blerë për 300 euro, paguajnë me 1000 euro taksa në Greqi. Jo, shiko, domethënë mos të themi një gjë që këtu s'po e thot dikush. Është e padrejtë, tani kanë filluar dhe po sulmoni dhe emigrantë shqiptarë, jo vetëm minoritarët, po edhe shqiptarët, domethënë emigrantët të përkatësisë shqiptare që jetojnë në Greqi dhe kthehen në Shqipëri, e di që të gjithëve në mënyrë përbuse ju flasin Jorgo. Pra, duhet ta shikojë media shqiptare të problemin e antigreqizmit, anti-helenizmit. Se shumë i thellë. Dhe i paskjarush, për mua i paskjarush. Zoti Beleri, ju deri 18 vjeç keni lidhur e jetuar në Himar. Do thënë
si e dini ju historinë dhe e lidhjes me grekët, me Greqinë të asaj që ne i themi minoritet në Shqipëri? Zoti Qafoku mbani më kur isha në Burg, vdikje gjyshja ime, 99 vjeç. Po? Atë skenën që më quan me pranga për varësur gjyshi. Gjyshja ime nuk dinte shqip. Gjyshi dinte shqip se ka punuar në tregtisht, ka marrë mësoj. Unë personalisht kam mësuar shqip në klasën e parë fillore. 6 vjeç, 7 vjeç. Problemi edhe pse ishte diktaturë, midis nesh, njifeshi. E dini që Neymar, të paktën pas viteve të 10, nga vitet e 10 deri në vitet 90, vinin turist, kishte domethënë klasa më e lartë, doktorat, profesorat në Shqipëri, kryesisht nga Tirana vinin për pushime Neymar. Po? Të gjitha ata njerëz sot kanë bajtur miqësi me shtëpitë që po vjen atë s'kishte hotel, vinin në shtëpitë tona. Kemi miqësi. Duhet të pyesni ata njerëz, dhe ata janë dhe mikë të vërtet të Neymarës, se qarë atje që vinin me kë flisin, çfarë bisetonin, si flisin plakat, si flisin fëmijë në rrugë, si u shilleshin, sa me pritësi. Të nuk e diskutojmë ne se ne në atë kohë kishim dhe një këngë Sagapo të dua, do thënë nga dropulli në veri. Ishte më vonë, Sagapo të dua ishte pas viteve 90, unë them para viteve 90. Jo, ajo ishte në mos gaboj 91, do thënë sa mbaroi ajo. 90-91. Ti e këndoja këngën Sagapo të dua? Në 91 ishin hapur, unë them para se hapi Shukufit. Jo, ishte shumë. Shko, po ta bëj këtë pyetje kështu është pak shumë me humor. E këndoja atë këngë, të pëlqente ajo kënga e Nertila Kokës dhe David Tukiçit? Sigurisht që më pëlqente dhe duhet të dini që unë shikoja sport shqiptar, muzikë shqiptare, kur jetoja në Neymar, jetoja si në Shqipëri dhe si çdo shqiptar tjetër. Problemi shtetë shqiptar ishte që nuk ishte antena dhe nuk kapte në televizor shqiptar. Duhet i kërkoni problemet. Se nuk e kapte Tiranën Neymar? E dini që Neymar nuk kapte televizor shqiptar, ishin shumë pak vende që i kapte, do them para viteve 90. Në frynte njerë në llogara e merrte dhe ta antenë dhe me muaj të tëra nuk kapte televizion shqiptar, shikojnë vetëm televizion greke dhe italian. Mirë, si ju trajtoi juve shteti shqiptar gjatë diktaturës? Ju që ishit pakicë kombëtare, do thënë në Shqipëri, pakicë greke. Mua personalisht familjen time na ka trajtuar si një familje mesatare shqiptare, as të përsekutuar ishim, po as të privilegjuar, si që thash jemi një fis barish. Po unë dua të them statistika, po? Që kam dëgjuar nga ishte përdjekur politik shqiptar, që nga të përdjekur politik, mesatarja nga vendet që kishin origjinë nga pjesa ku banonin ndërdet grek ishin përqindje më të mëdha në Burg, se sa pjesa tjetër e Shqipërisë. Ishte veri, Shkodra dhe minoritarët. Shkodra ishte në vend të parë katolikët, edhe në vend të dytë ishin minoritarët. Pra kishte një diskriminim, po u them jo personalisht. Përqindja e Mariotëve që ka bërë në Burg për arsye politike shumë e madhe se mesatarja e shqiptarëve. Kjo bëj me qëllim apo ishin më kokfort dhe më të pa disiplinuar i Mariotët, gjelet për të parë. Unë të them fakti. Me thënë drejtën, këtë për të parë gjoj që ka qenë përsekutuar pakica greke. Dhe për ta mbyllur këtë diskutimin, për të kaluar në jetën pasaj. Unë them, po të shikoni, kemi statistika dhe numrat. Ka shoqata të ishte përdjekurve politikë dhe të ndërmuarve. Jo, ju po thoni që janë statistika. Do thënë pakica kombëtare greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët. Më falni? Ju po thoni që pakicat greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët? Sigurisht po. Në Nart, në Neymar, edhe në zonën e Burgut, përqindja është më e madhe se mesatarja përveç katolikëve të Veriut. Po mirë pa, që përveç katolikëve të Veriut, zoti Beleri, se ata janë dënuar më shumë tani, si janë dënuar nga skrapari im tani, nga skrapari im shumë pak janë dënuar. Ata janë dënuar më shumë.
Po pse Shqipëria janë Shkodra i Mara në Arta e Vlorës? Jo, unë nuk e di këtë, dhe po më habit kjo që po thoni ju. Ju thoni e kam nga Institutit për Ndjekurve, thatë mos gaboj? Po. Nga Institutit për Ndjekurve. Unë do ta verifikoj këtë që mos flas kot, se po fona kot, unë do ta verifikoj, sepse plus që i njoh edhe i kam miq ata, do ta verifikoj dhe do ta shkruaj këtë. Nëse është e vërtet, okay, po unë po befasojmë se nuk e dia. Tani, për ta mbyllur këtë pjesën deri në 10, zoti Beleri, ju historinë tuaj të pakicës greke në Shqipëri, besoj ju e dini që ju jeni të ardhur si ata të Dropullit dhe pjesa tjetër dhe jeni aty prej disa qindra vjetësh, 100, 200, 300, se kjo është çike diskutuar. Jo, nuk është ashtu historia, nuk jemi të ardhur. Në Imar jemi të paktën 3000 vjet. Kështjella e Imarës i kishte të gjitha toponimet janë në grekisht dhe kishte edhe pllaka të shkruar. Ka një pllakë në grekisht që thotë që Ytezën e ndërtoi Apollon, domethënë perëndia grek. Nuk në Imar banojnë greqishfolës me mijëra vjet. E greqishfolës, po jo autokton. Familja ime dhe disa familje kanë nga Progonati. Po pra, ka familje autoktone, janë atje, ka shtëpi që banojnë deri në sot, mund të çoj kur të vini. Po pra, greqishfolës, po jo autokton. Ka shtëpi që banojnë 3000 vjet. Shiko, 3000 vjet. Tani për të mos a kthyer në një debat kështu, domethënë greqishfolës ju e thatë mirë këtu. 3000 vjet, po greqishfolës, jo autokton, sepse aty nuk ka vend për ta diskutuar këtë, sepse ajo është tokë shqiptare dhe nuk vjet kjo në diskutim. Ne dim historinë. Greqisht folës e thatë rregull. Okej, tani në vitin 1190. Zoti Qafoku. Ka dy koncepte për punën e kombësisë. Është koncepti i grekëve të lashtë që thotë një grupim njerëzish me të njëjtë fe, të njëjtin gjak, të njëjta zakone, mund të përbëjnë një komb. Është teza amerikane që thotë një grup njerëzish që jetojnë në të njëjtën vend gjeografik. Përfaqëson të njëjtë interes sa mund të bëjnë komb. Ky është kombi amerikan. Unë flash që ne sipas tezës greke të Greqisë së lashtë jemi njerëz që kemi të njëjtin gjak, kemi të njëjtën fe, të njëjtat zakone dhe flasim të njëjtin gjuhë. Pra, lidhet me fen kjo lidhet me fen. Jemi të kombësisë greke. Jo, kjo lidhet me fen, që mos ta bëjmë bisedën kështu si debat historik, po kjo lidhet me fen dhe nuk ka ndonjë vend për ta diskutuar kështu. Domethënë, ajo po të veni te Kështjella e Imarës, suçi që thash ka gërmada të anketitetit grek, domethënë të 12 perëndive të Olimpit. Atëherë kur Greqia kishte atë fe, ne kishim atë. Kur Greqia u bë ortodokse dhe ne ishim ortodoks. Po mi pa, edhe shqiptarët kanë qenë ortodoks në atë kohë tani, domethënë mos kanë qenë ortodoks, po. Por që ta mbarojmë të bizet. Okej. Ta kalojmë këtë sepse ne po futemi në një debat historik këtu dhe unë mendoj komplet ndryshe nga kjo. Jo, do e mbyllja duke thënë që në Evropën moderne ka të drejtën secili të vetë deklarimit dhe të ndjesisë. Çdo njeri është atë që ndjen. Dhe debati është i kohë, nuk mund të edhe shteti shqiptar 2017 kaloi një ligj për mbrojtjen e minoriteteve në Shqipëri. Dhe nga dy minoritetet e njohura që ishim atëherë minoriteti etnik, dy etnike ishim serbo-malazezët dhe ne, Zoti Rama i bëri nënt dhe nuk pash njeri në Shqipëri të ketë problem. Ka disa që kanë problem vetëm me minoritetin grek. Jo, unë besoj që shqiptarët 2017 me ligjin nga dy minoritete u bën nënt. Jo, zoti Beleri, për ta mbyllur këtë diskutim se thash që, domethënë ky është një diskutim që ose ti lëmë historian të flasin ose domethënë të themi diçka gjëra që janë. Unë di, me atë që di unë, që midis shqiptarëve dhe pakicës greke në Shqipëri nuk ka pasur asnjëherë probleme. Pastaj është çështje tjetër kjo se si do ta diskutojmë, nëse që ajo pakicë është biling, është e përcaktuar, është biling. Historia e George Tenit pastaj është e dim, ajo është ajo që ne dim. Tani, në vitin 1990, zoti Beleri. Për zotin Tenet nuk e di çfarë dini, nuk e di, po unë kam njohur personalisht. E ke njohur? Po sigurisht e kam njohur personalisht, kam folur me to. Kur ishte sheficia apo më pas? Kur ishte sheficia apo më pas?
Më pas në pension. Po? Edhe njeriu ndihet, domethënë është i qartë, nuk e ka ndonjë dyshim se çfarë përkatësie. Jo, ai ka një histori që sepse më para kishim mbiemrin Koka, ka ardhur nga Greqia dhe kanë shkuar në Qeparon, ndërsa ema ishte nga Aimara. Kjo është historia, ne e dim këtë. Sigurisht ajo është historia saktë, shumë saktë e tha. A pra, shiko tani që shiko si e di mirë. Edhe nga mamaja, Mamaja Castellano. Evangeli Castellano. Po, Castellano është mamaja. A pra, shiko zoti Beleri. Okej. Po Fisi Castellano në Aimar keni gjetë takuar në një njerëz të deklarohet shqiptar? Unë nuk po them që Castellanot janë shqiptar, unë po them që Castellanot janë grek të ardhur aty se ka thënë vetë Tenet, edhe Koka, kështu që e lëm këtë diskutim, por tani më përmendet Tenet. Ja, shiko çfarë më hape tani. Ka qenë Tenet në 97 në Aimar? Në 97 në Aimar nuk kam qenë unë, nuk e di nëse ka qenë zoti Tenet, nuk e di. Por pas se të kujtohet, besoj që media shkruajti që Tenet ka qenë në Aimar. Më kujtohet e kam lexuar, nuk besoj se ka qenë. Nuk besoj se ka qenë. Okej, tani në vitin 1990, zoti Beleri, ju me njëherë shkuat në Greqi, si, në çfarë formë? Me ku lidhet, si shkuat? Unë kisha të afër në Greqi të familjes, të cilët më garantuan dhe para se të hapeshin kufit, domethënë unë kam ikur nga Shqipëria në vitin 90, jo 91, nuk kam ikë nga mali, kam ikë me vizë. Në 90, në cilën muaj, në cilën pak a shumë? Në tetor. Në tetor. Dhe ju e morët vizën në ambasadë këtu? Aty ishte filluar prisja e sistemit. E morët vizën në ambasadë në Tiranë? Në ambasadën greke në Tiranë, po. Po dhe ju nuk u kthyet më pasaj? Vije shpesh në 92-shin, bën zgjedhjet e para, jam kthyer dhe kam votuar. Kë votuat? Isha aktiv gjithmonë kthehesha. Jo, kë votuat ju? Atëre gjithë i marrën besoj mbi 75% për PD1-shin. Për PD1-shin. Okej, ju shkuat në Omonia, në 92-shin ishte Omonia, nuk ishte. Ju shkuat, po Omonia. Ju shkuat në Greqi, në Athinë, besoj. Jo. Ku? Unë kam ikur se thaj vajtat e një afër milion. Po? Në Zaki, është një ishull milionit, Zaki në thosh. Zaki thosë, ishulli i famshëm. Famshëm është, po, ka shumë shqiptar akoma. Për turizëm. Dhe me çfarë u morët atje? Çfarë bët atje? Siç u thash, kam bërë të gjitha punën. Hidraulik, murator, ndihmës hidraulik, kam marrë të gjitha punën të ndërtimit. Po? Si çdo emigrant atëherë për të mbijëtuar, ishte 18 vjeç. Atje ndjeva një ngroci, njëri na morën, na afruan, unë kisha e njerëz, dija gjuhën, ishte më kollaj se sa shumë emigrantë shqiptar të tjerë, po besoj se të gjithë njerëzit kanë patur, gjithë emigrantë shqiptar atëherë kanë patur një ngroci nga pala greke, sepse ishte edhe një nevojë tregu. Duhet të dini që shumicën e problemeve zgjidh interesi përbashkët. Interesi i grekëve atëherë ishin kratë e punës, interesi jonë ishte dëshira për punë. Këto dyja interesa u takuan dhe besoj është një marrëdhënie shumë e fortë, duke mos anashkalluar problemet e shumta që kishin të gjithë. Zoti Beleri, ju pas punës, domethënë ju filluat dhe arsimimin me sa di unë. Cili ishte arsimimi juaj në Greqi pastaj? Unë kam studiuar për të drejtën për marrëdhëniet evropiane ndërkombëtare në Pandiu të Athinës dhe disa nga ministrat e sotëm. Në cilin universitet? Dhe o profesor. Më fal, nuk e kuptova. Në cilin universitet? Departamenti i marrëdhënieve evropianeve dhe ndërkombëtare, Pandiu e Athinës. Është një nga për shkencat sociale dhe politike, është universiteti më i mirë në Greqi. Është ai nga më të vjetri që ka Greqia, 1000. Po, dhe kur u diplomuat? Për marrëdhëniet evropiane dhe ndërkombëtare. Jo, kur, në cilin vit? 2011. Në 2011. Nga 2005 deri 2011 mbarova. Në 2005. Zoti Beleri, po ju familjen e krijuat në Greqi, u martuat, fëmijë atje? Po. Unë u martova në 94, tashmë e bëra në Shqipëri në Aimar. U martova, linda 2 fëmijët e mi në Greqi dhe u ktheva në Shqipëri 2015. Tani bashortën e keni nga Aimara?
Po. A mund ta dim kush është bashkëshortja juaj, kush është bashkëshortja juaj? Antonia Betato, është nga fisi Tato, kanë jetuar në Vlorë, prindrit e saj dhe unë njofëm në Greki dhe u martuam në Greki. Ajo është e minoritetit grek dhe ajo apo shqiptare? Është e minoritetit grek. Po, dhe keni 2 fëmijë? Po, kemi 2 fëmijë. Zoti Beleri, unë kam rastin të pyes, sepse gjë me diskutuar për karrierën tuaj, jetën tuaj është ajo e 10 prillit të vitit 1994, ku një komando greke sulmoi dhe vrau 2 ushtarak shqiptar dhe plagosi 3 të tjerë në kazermën në Peshkëpi. Tani, unë kam momentin që të pyes se si është e vërteta sipas jush në lidhje me ju. Është një çështje e gjykuar dhe në Greki dhe në Shqipëri. Po nuk do ngelem të vendimet e gjykatave të cilat nuk duhet të diskutoheshin, po në Shqipëri e kemi për sport të diskutojmë vendimet e gjykatave. Unë në vitin 1994 nuk kam qenë as në Shqipëri, as në Greki, kam qenë në Kipro dhe nuk isha vetëm. Ishim një kin minoritar. Të gjithë bashkë ishin vajtur për të mësuar kurse. Disa ishin elektricista, unë isha për hidraulik, të tjerë ishin për guzhinjer, për ndihmës kamarier, një shkollë profesionale kipriote dhe një fondacion na kishte ftuar dhe ishim atje. Dhe datën dhe orën që është bërë masakra e shpis, unë kam qenë atje dhe 20, të paktën se 20 doja unë. 20 nga ata minoritarë që ishin bashkë atje nga bashkëdhënësit e mi, dolën dëshimtarë dhe vajtën të notari dhe firmosën, që në datën ka që filan isha me Belerin atje, duket nga hyrjet dhe dalet e mia nga pasaportën time shqiptare të atërshme. Duket vulla kur u hyra në Kipro dhe kur u ktheva nga Kipro. Po, zoti Qafoku, mediat shqiptare, nxjerrin një fotografi. Po pra, se këtë do të pyesja, çfarë është ajo fotografi? Është një fotografia ime që e kanë marrë një nga media greke që thot Beleri. Dhe është një njeri shëndosh. Duhet të dini që në 94 kam qenë i dobët. Mund të dërgoj 2 fotografi të krahasoni. Nuk gjej fare me atë të fotografisë. Do të dërgoj një fotografi time të 94 dhe fotografinë që nxjerrin media. Kjo fotografi ishte që tregova te antiterrori që më mori në pyetje. Po juve u ndaluan? Brenda dhe antiterrori më kishte marrë në pyetje 2020-ën 3 herë. Dhe kisha sqaruar të gjitha këta. Dhe pa kësaj çështje, ka një rasti që nuk e dini. I njëjti gjykatës që më gjykoi dhe më dënoi për çështjen e vjedhjes së votave, zoti Çelaj, ai ishte gjykatësi që mbylli çështjen e Peshkëpis. Si e mbylli? Jo për mua, por për 19 të akuzuar. Si e mbylli çështjen e Peshkëpis? Se kuptova. Po të shikoni raportin, do unis raportin e antiterrorit që thotë. Po? Persona në hetim nuk kanë lidhje me çështjen penale. Të çështjes në Shqipëri? Në Shqipëri. Po. Për punën çështjen e Peshkëpis. Po në Greqi juve u ndaluan? Jam ndaluar, zoti Qafoku e kam deklaruar te deklarimi. Po? Jo në vitin 1994. Po kur? Në vitin 1995. Për çfarë? Një vit më vonë. Dhe jo në kufil. 30-40 kilometra larg kufilit. Po jo, për çfarë ndaluan zoti Beleri? Ndaluan në një makinë që brenda u gjetën nar. Njëri nga pasagjerët, ishin 3 pasagjerë në makinë. Njëri nga pasagjerët deklaroi te gjykatat greke dhe kudo që armët janë të mia, 2 persona të tjerë nuk kanë asnjë lidhje. Dhe unë u dënova për mos kallëzim krimi. A e dënuar për mos kallëzim krimi? Sigurisht. Për mos është një nën tjetër në Greki që nuk është, 2 kodet nuk janë të njëjta. Quhet sinere, do me thënë bashkëpunim. Në Greqi nuk është bashkëpunim mbajtje armësh, por armën një njeri mban. Në Shqipëri nemi do ishte mos kallëzim krimi. E kuptova. Nuk pranoi gjykata greke që nuk njifja për armët, po pranoi që nuk isha lidhje as me tregti as me armbajtje. Qartë. Zotë Beleri... Jo ka vendim të formës së prerë. Si që është dhe vendimi
i spakut, sepse gjykata prokurori krimeve të rënda bë prokurori speciale fillojnë në 19 në çështja mbaroi 21, ka një vendim të apelit që çështjen e mbyll edhe për parashkrim, por siç u thash mund të nis relacionin antiterrore që bëri hetimet, që flet që personat në hetim nuk kanë lidhje me Jo, patjetër mi dërgo. Sigurisht që do nis. Po, patjetër. Falenderoj. Edhe fotografi se si kam qenë në 14 dhe si është personi që thonë ky është Beleri. Tani vetë ngjarje duhet të dini që familja ime, siç u thash, ka marrë 400 vjet. Dhe nuk jam një njeri, jemi 300. Fisi jon ka rreth 300 antar në Imar. Dhe më njohin të gjithë, nuk jam një figurë që fshihem ose qartë. Ose do merrem nga ndryshuar, se thonë shumë, domethënë detyrimin e, mund të dëgjoni shumë kolegët tuaj që detyrimin e hoxhës të mos pagëzohemi, kanë dëshirën që të vazhdojmë akoma. Unë jam pagëzuar në Zaki këto. Dhe prandaj emri i dytë im është Dionisios, se është. Kjo është arsye pse e keni emrin Dionis. Po pra se shintori që mbron ishullin është Dionisios. Unë jam pagëzuar atje dhe kam marrë emrin e shintorit. Gjysma e Zakit ose emrat e burrave ka Dionisios. Dionis, do të thënë ju jeni pagëzuar mas 90-s, besoj. Unë jam pagëzuar në 91-shin. Në 91-shin kur shkoj atje.